Ka ardhur nga Aisha radhiyallahu anha, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Dëgjoni këtë hadith sa e ka çmu pejgamberi sa një gruaje. Se gruaja çmohet na Allahu inshallah na drejton të gjithëve. Shpesh nuk ja dim kimetin familjes. Nuk ja dim familjen dikush me ta rujt ti evladin, e me ta rujt nderin, e me ta rujt pasurinë, e me ju përmbajt shtëpisë tane ti më kanë i sigurt. Kjo punë e madhe, nuk e di sa është e madhe. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot nuk e kam xhelozu dëni gruaje sikur që e kam xhelozu Hatixhen. Wallahi kurse kum pa, se di ç'ish duket ajo. Sa ajo ka ndru jetë duke kanë fëmijë Aisha radhiyallahu anha. Thot mirë po, më vinte me e xhelozu nga emri i cili mas shumë di përmendë shtëpinë tonë. Shumë me përmendë pejgamberi alayhis salam. Sa herë që prente, therte kurban apo therte doni dele për familjen e vet, mini herë coptonte, e bante gati edhe thonte, që kjo për familjen e Hatixhes, që kjo për shoqet e Hatixhes, që kjo për filan grujen se e ka dash Hatixhen radhiyallahu anha. Thot, e një ditë për ditëve merë që tu Aisha, do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala, do njëherë ka vepru me pejgamberin alayhis salam, pra sigur e ka te i kalun do njëherë atë, ja Rasulullah ti je i dërguari i Allahut, po tash unë jam ngryja jote, pra toleron pak më shumë. Tha dhe i thash, ja Rasulullah, as pat be që të rgrujen dunjove që sa e Hatixhesa, as s'ka gruje tjetëra. E më thonë të pejgamberi alayhis salam, innaha kanat wa kana li minha walad. Ka thonë, jo, ajo kon kështu, o kon e mirë, o kon e ndershme, e më ka një muë, ka thonë dhe shtesë kësajna, unë e kam e vlad pja sajna. Andaj Aisha radhiyallahu anha çfarë na tregon këtu? Shumë e ka rujt pejgamberi alayhis salam mirënjohjen e njerëzve që i kanë ndihmu, qoftë edhe pas degës së tyre. E Hatixha çai ka bë? Hatixha e dini kë? Kur pejgamberi është lajmëruar si pejgamber alayhis salam, i pa njëri tek i cili është strehue alayhis salam ka qenë Hatixha. Edhe i ka thonë Hatixhe, po tutna për vetin, qa po ndodh? Edhe i ka thonë Hatixha radhiyallahu anha, kjo grua aqile, e mëshme, e men, Aishës i ka qu selam Gjibraili. Ditë për ditë po kontonet për mësa me gruën e vet, edhe i ka thonë Aishës, oj Aishë, Gjibrili ka të bani selam, me leku më i madh. A Hatixhës i ka thonë pejgamberi alayhis salam, oj Hatixhe, po të ban selam Allahu. Po të ban selam Allahu xhelle xhelalu. Në Hatixhen e ka mos gruën, andaj pejgamberi alayhis salam shumë e ka çmu Hatixhen. Thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhis salam nuk mërzitej me përmend shpesh Hatixhen, dhe sa herë që përmendte, bante istighfar për ta. O Allah fale, o Allah mëshiroje, o Allah fale, o Allah mëshiroje. Kjo ka qenë gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi për Hatixhen kemi përmend, ka pas evlad, për evladve ka pas Zainabin, Ruqayyan, Kulthumin, Fatiman, edhe Abdullahun i cili ka lind pasi është bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni këtë rast tjetër. Sa e ka respektu Hatixhen pejgamberi alayhis salam. Mos flasim tani, jemi të fol për Hatixhen, respektin e mësam kur ka ndru jetë, kur ka gjallë kemi fol në te rasti Hatixhes radhiyallahu anha. Thot gjithashtu Aisha radhiyallahu anha. Dhe dëgjoni këtë transparencë. Nuk e kam shef Aisha se pejgamberi alayhis salam e ka dash Hatixhen. Ndërsa Aisha ka orvat, domethënë me krejta përpjekjet mos pja hek pi zemre e futet ajo. Megjithatë ka qenë drejt. Ka qenë bija e Siddiqut, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Thot Aisha radhiyallahu anha, në ditë për ditëve ardh një gruaje dhe po troket nder me hitëra. Edhe ka qenë motra e Hatixhes, e ka pas emrin Hala bintu Khuwailid. Hala bia e Khuwailidit. E pejgamberi alayhis salam pi trokitjes dhe kërkimit lejes ju kujtu Hatixha. Se motra i ngjan motrës edhe ju kujtue Hatixha, farta'ali dhalik, thot Aisha shumë u gëzue. Ja ka kujtue gruën e vet. Edhe tha Allahumma Hala. Tha o Allah, inshallah Hala. Ai ka supozu pi brenda që është ajo, po ka bë dua o Allah, inshallah që ajo.
E pse mu kanë motra vet? Ajo kon plak e shtyme në mosh. Mirë po ja ka kujtue Khadijën. Thot dhe kur hini, kur dole me pa, ka ajo. Thot Aisha radiallahu anha, feghirtu, e më kaploj gjelozia. Më kaploj gjelozia, sa shumë be kujton kënjeri Khadijën radiallahu anha. Tha edhe së në majta vetin i thash, ja Rasulullah, plak pi plakve të Kurejshve, një plak, i kanë ra dhëmt, me nëzis e këshirët, ka dhanë, Allahu ta ka quë, nja matë mirë se ajo, ha? Mo tash, ka hi një plak, për ja kujton një plak, Khadijën radiallahu anha, ka dhanë, ta ka zavendcu Allahu me nja matë mirë, ka pas për qëllim vetën. Unë e beqare, ti Allah shkone përmen Khadijën radiallahu anha, plus këstajna kjo ka arë një plak. Fete ma'ara vëgjhu, u kuq, u nërvozu për nga mberi a.s. Dhe e kanë vërejt se kër e ka ndruhe për nësam qerën, e kanë ditë se nuk është dishka i knasht. Thot Aisha, e une e disha se për nga mberi a.s. këtë ftyr nuk e ban pos në dy raste, kur i vind të shpalja, apo kur vishin në rejt. Se për nga mberi a.s. kur kanë arë dhe rejt, o shqetsu shumë. Deri sa i ka thonë Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, këtë njerëzit gëzohen kur vinë rejt, veç të shqetsohesh. Ka thonë oj Aisha, po ata shka janë ndonu prej popojve më herët, si janë ndonu? Ka thonë kanë arë rejt, ka thonë inshallah beshi, e ka ardha zapi. Ka thonë shkam të siguron. Kështu i ka po ndryshe punë për nga mberi a.s. Thotë e vorejta se u nërvozu shumë. Atëre më tha, jo vallaj, së më ka zavencu Allah me matë mirë se Khadijën. Pra, nëse ti e ki për qëllim se ti e ma e mirë se Khadija, nuk e ma e mirë se Khadija. Tha, Allah nuk ma ka zavencu Khadija me një matë mirë. Ajo më ka besue kur ketë më kanë mëhue. E para që i ka besu për nga mberit a.s. se je për nga mberë kusho, Khadija. Ka thonë, po, ti je për nga mberë. Allah nuk të pështërëson dhe nuk e ullë një njeri si ti. I ka thonë, fjallët e para, Khadija radiallahu anha. Ka thonë, ajo më ka besu kur ketë më kanë mëhue. Ajo më ka thonë je i vërtet kur ketë më kanë thonë një rëndës. Ajo më ka nimu me malin e vetë, me pasurin e vetë, kur njerëzit më kanë privue. Apo? Dhe Allahu më ka furnizue me evlad, e nuk kam evlad për grave tjera. Kështja ka këti për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Atëri ka thonë Aisha, ja Rasulullah, pasha atë i cilit ka dërgu me hak, s'ta përmeni mo. Nuk ta përmeni mo. Dhe ka kuptu se nuk mund është me arë në rang dhe pozit të Khadijës radiallahu anha. Andaj kjo ka qenë prej moralit për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Pra e ka ruajt dhe e ka qmue shumë një njeri i cili e ka ndihmu e veçanërisht se ka qenë gruaja vet radiallahu anha.